Nipi i nipit në Prifilm Fest. Gideon Buckhart, i njohur për rolin e kapitenit Wilhelm Wicke në filmin Inglourious Basterds, do të vinë në Prishtinë në cilësinë e kryetarit të jurisë ndërkombëtare për filmat e metrazhit të gjatë. E ai është stërnipi i aktorit të njohur shqiptar Aleksandër Mojsiut. Por Buckhart nuk është i vetmi që do të ecë në tepiun e kuq të Prifilm Festit. Edicioni i tretë do të sjellë edhe shumë emra tjerë, përfshirë këtu edhe Joshua Martson, që vjen me filmin me temë shqiptare Falja e gjakut. Përveç këtij metrazhi, si vjet do të ketë program për fëmijë, si dhe ata të kategorisë Nga Ballkani. Është programi Mjaltë dhe Gjak, apo Honey and Blood, që do ta prezantoj këtë kinema. Posjerash do t'japet edhe retrospektiva franceze. Ne si Francë besojmë se kultura është shumë e rëndësishme për Kosovën dhe ne jemi të gatshëm të punojmë së bashku që ta zhvillojmë atë. Ndryshe në këtë edicion që nis të shtunën më 24 shtator dhe përfundon me 1 tetor, do të shfaqen gjithsej 39 filma në 7 kategori të ndryshme.